Ти кажеш на матерински, що добре. Окремо на прачу, не там отидемо. Директно в школу. Гапет. A jeni krejt gati? Mundet? Mundet, a? Atëherë të nderuara media, sot do të zhvillojmë briefingun e radhës. Ashtu siç po e bëjmë çdo muaj, jemi këtu me kryetarin e komunës së Tetovës, janë shefat e sektorëve, po ashtu dhe drejtorët e ndërmarrjeve. Sot pra mund të fillojmë direkt me pyetjet, po edhe Milena mund ta vazhdojë në gjuhën maqedone. Почитувани медиуми, вие ще сте на македонски, ова е редовен брифинг со новинарите. Знаете, тука и градоначалникот, раководители на сектори, директори на предпријатија, за да не губиме време, може веднаш кој има прашања да почне. Mund të fillojmë. Atëherë pretame që teme ditëve të fundit ka qenë kontrolli që është bërë për instruksione, një rezume për këtë dhe ka disa shkolla që nuk kanë buxhet vetë për të bërë këto ndryshime. Do kishet komuna të ndihmoje me hidrantët jashtë në brendshëm. Po patjetër, në bazë të urdhrit apo vendimit të komunës për inspektim të jashtëzakonshëm në gjitha institucionet publike dhe hapësirat, do kisha thënë kolektive ku grumbullojnë një masë pak më e madhe e njerëzve, deri ditën e nesërme ky inspektim do duhet të përmbyllet edhe inspektorati të përgatit raport në bazë të cilit do të ketë edhe konkluzione ku janë identifikuar lëshime dhe sigurisht që institucioneve në fjalë do t'ju jepet afat përkatës për t'i eliminuar ato. Në institucionet të cilat janë ingerensat komunës Tetovës, siç janë shkollat apo edhe ndërmarrjet komunale ku do të paraqitet problemi i mungesës së financimit nga buxheti vetanak, sigurisht që ne si komunë jemi të gatshëm që të kontribuojmë dhe të ndihmojmë këto institucione për eliminimin sa më të shpejtë të këtyre mangësive. Çfarë do ndodh me hidrantët që janë në përfshatra të Malësisë? Një pjesë siç edhe kemi biseduar para një viti kanë qenë jashtë funksionit. A ka angazhim edhe për atë që të bëhet, sidomos janë në përfshatra të Malësisë në përgatitje? Çështja e hidrantëve në përfshatrat e Malësisë është pak më problem më i thellë për shkak se në pjesën më të madhe nuk ka edhe sistem të furnizimit të fshatit me ujë dhe aty është pak më problem. Në ato fshatra ku ka sistem të furnizimit me ujë, aty do të angazhojmë njësinë e zjarfikësve që të identifikoj nevojën se cilat rrugë mund të instalohen hidrant dhe sigurisht edhe aty ne si komunë jemi të gatshëm që të kontribuojmë, të ndihmojmë që spaku në çdo fshat të ketë një hidrant, por edhe njëherë aty ku nuk ka sistem të organizuar të furnizimit me ujë do të jetë pak më vështirë. Ова последно, да? Значи, što se odnesува до вонредниот инспекцијски надзор, до утре треба да се излезе со извештај во делот на сите утврдени недоследности и на институциите ќе им се даде разумен рок за да ги направат корекциите и да бидат согласно законот. Što se odnesува до институциите кои се во надлежност на општина Тетово, како што се училиштата, ако се случаи да немат собствени извори на финансирање, на отстранување на тие недоследности, ние како општина сме спремни да им помогнеме да сите овие институции кои се во рамките на општина Тетово
da ga isполнат барани и потребни безбедносни мерки во делот на безбедноста на луѓето кои се движат таму, односно во ситуацијата на децата кои се во училиштата и во градинката. Дали некој објект кој, да речеме, ги исполнува сите услови, оние што се пропишани, и каква е состојбата со општина Тетово, например? Првичните информации се дека повеќето од училиштата ги исполнуваат условите, особено тие поновите, како што е училиштето Беса, која ги има сите потребни услови, но има училишта кои не ги исполнуваат условите и каде што поургентно ќе се интервенира. Една таква ситуација е утврдена во основното училиште Истикбал, каде ќе има потреба од поголема инвестиција во делот на хидрантите и на противпожарните апарати. А општинската зграда како? Општинската зграда, мислам дека е во ред е. Само последно требаше да се помине за 2025 година планот за како беше тоа, сиште план за евакуација за 2025 кој ќе помине на следна седница на Совет. A nu te-ai ministerit și în Polonia te para tragedii na duša, da je špaga ništa na dobro. Ракет доси. Шко не там маги такушки. O agron, shko me rënzirni pap koshtatin, tavolin. Sunt mult foarte de publicire toate. Shpar do të rrogat në përshës. Dar sistemi milion denar për rrogat e përshës, ndërsa plane de sigurime. Nëse në përvoja nuk arrin të sigurojë rrogat, atëherë çfarë do të bëhet? Çdo vit duhet ta financojë komunë? Thonë sa i përket NPK-s, e kemi thënë që problemi është më kompleks, për shkak se bëhet fjalë për dy blokada në këtë rast, blokadë të NPK-s që ka nga përmbaruesit edhe të komunës. Ne jemi të mbuluar me vendim të Këshillit që të mund të bëjmë transferimin e mjeteve, por ky transferim i mjeteve do të jetë në mënyrë suksesive, sepse nëse ja lëshojmë në një sasi më të madhe të mjeteve në NPK-s për pagesë të kontributeve dhe rrogave, ato para mbi limitin e garantuar i marrin përmbaruesit. Pra, ne po realizojmë në mënyrë suksesive ashtu si kemi të hira nga taksat për ndërtim, sepse të hira tjera janë kuadër të asaj që është plan financiar i komunës, pra të hirat që i kemi nga taksa komunale, janë të dedikuara pjesën më të madhe për NPK-n për pagesë të rrogave edhe të kontributeve të prapambetura. NPK në situatën që është një ndërmarrjet e cila do duhet të ketë përkrahje të rregullt nga komuna, për shkak se taksa që është për pastërti publike prej 100 denar, gjithsesi 105 dinar dhe 150 denar për subjektet juridike është e pamjaftueshme për të qenë kjo ndërmarrje vetë financuar dhe prandaj ne si komunë do të duhet të subvencionojmë në bazë të rregullt, ose do duhet të sjellim vendim për taks për parqe dhe gjelbrim, që ka qyteti Shkupit dhe ka në disa qytete tjera, që në këtë rast do duhet jetë vendim, po kësha thënë edhe politik, por edhe i Këshillit Komunës, a do të caktojnë një taks shtesë për qytetarët, ose dallimin nga të hyrat dhe shpenzimet do duhet të mbuloj komuna si në rastin e transportit publik. Sa administrat pa që në ndërmarrje dhe sa të konsuar, dhe për të pas një taks për pasjen së impakt? Mendoj se kemi gjelbrime dhe në kohët e fundit gjelbrimet në komunën e Tetovës, do të thonë, bahen në mënyrë shumë më të rregullt që janë bajt më herët, edhe në këtë rast unë do të duhet t'i falenderoj punëtorët e NPK-s se janë tërë ditën në terren, mirëmbajnë hapësirat e gjelbërta, drunjt. Unë mund të them se për herë të parë mbas 30 viteve disa drunjt të tregu i gjelbërt janë pastruar për herë të parë. Pra, në këtë rast, aq sa kemi gjelbrim, bëhet shumë më korrekt se sa është mbajtur para ardhjes tonë dhe do të thonë para situatës që ka qenë JKP-ja kur ka qenë totalisht e bllokuar. Për administratën, sa administrat
E të shat informat do I kërkoni me shumë se konkretisht nuk e kam si 15 në administrat dhe sa janë në operativ? Në operativ janë dikun të 7. Më thonë bashkë me pasërtim publike dhe Gjiprik. Edhe tregu. 7 me 15. Unë e di se në fundit është 125. Me vendime? Me kontrata? Me kontrata 60. 60? Ku shumica janë faqe dhe Gjiprik, Vareza, tregu dhe pasërtim publike. Sa janë administrat për krejtëve edhe me kontrata edhe me vendim? 18 janë administrat, pjesa tjetër janë në operativ. Nësë mund të shpilën, pak I përmendi kolega po edhe ju hapësirat e gjelbër. Ta keni pas një plan fatmesën për timin e hapësirat e gjelbër, ta kemi shofim asnjë park të ose para 2 viteve ishte që nisma duam park, nuk u bë. Atëherë kërkuat që kazerma të shndrohet në park, kërkuat prej qeverisë atëhershme Supertra, a kemi diçka për të hyjë në park apo Që do të është në kohën kur kemi munges të hapësirave publike është çështja se për çfarë do shfrytëzohen ato. Edhe sa I përket iniciativës Duam Park që kishte të bëjë me lokacionit e injohur si Shikjellak në hyrje të Tetovës, edhe për pjesën e kazermës, sigurisht që vazhdon të jetë ideja dhe iniciativa që të shndrohet në park, por në njëjtën kohë Tetova ka nevojë edhe për hapësira shtesë për administrat publike. Do të thonë objekte për qerdhe, për shkolla, për personat me nevoja të veçanta, për pensionistët dhe shumë hapësira tjera që na duhen objekte me interes publik. Dhe prandaj për të dy lokacionet jemi në bisedime me qeverinë që të krijojmë kështu hapësira dhe nëse do kemi zgjidhje përfundimtare që hapësirat e tilla objektet publike të jenë tek Shikjellaku, atëherë do të vazhdoj iniciativa që kazerma e qytetit të jetë parki I qytetit. Nëse do të vazhdoj ideja që në kazermën e qytetit të kemi kështu institucione, atëherë ka edhe mundësi që Shikjellaku Telekoacioni Shikjellak të kemi një park të vogël edhe pse nuk I plotson kushtet për një park më të madh, po mund të jetë një park I tillë. Pra, të dy lokacionet janë në kombinim për këto dy destinime të cilat janë më së të nevojshme për Tetovën. Objekte me interes publik, siç I përmenda shkolla, qerdhe dhe objekte tjera me interes publik dhe park. Pra, vazhdon ideja, ka përkrahje nga qeveria, jemi në fazën të gjegjes së zgjidhjes formale juridike. Diçka konkrete ku mund? Përafërsisht, sa I përket të dy lokacioneve janë çështje që duhet zgjidhen me plan gjeneral. Është vetëm ka nis procesi I përpilimit të planit gjeneral dhe do të thonë në bazë të debatit publik që do të jetë në kuadër të planit gjeneral, do të përcaktohet se cila nga këto lokacione është më e përshtatshme për institucione publike dhe cila për park, sepse në këtë rast edhe tek kazerma, edhe tek Shikjellaku, në bazë të planit gjeneral me destinim nuk janë të përshtatshme asnjëra as për park dhe as për objekte me interes publik. Pra, bëhet fjalë për fazën e parë të miratimit të planit gjeneral ku me destinim do të përcaktohet çdo njëra me destinim adekuat dhe pastaj do të vazhdojë procesi më tutje. Po atë që mund të garantoj që të dy këto lokacione do të jenë domethënë hapësira në interes të qytetit, qoftë për objekte për nevoja të përbashkëta siç I përmenda, qoftë për park. A po može na makedonski Što se odnesува до идеята да дел од локацијата, односно локацијата во Шикелак да биде парк, исто и за касарната во градот. Ние сме во консултации со владата за двете локации, но овде треба да објаснам на јавноста дека општина Тетова има потреба и од паркови дополнителни зелени површини, но исто така има потреба и од површини каде што ќе се изградат објекти од јавен интерес, како што се училишта, градинки, објекти за деца со попреченост, за стари лица и така натаму. Значи од заеднички интерес за градот и за граѓаните.
Така да во овој дел сме во консултации да една од овие локации што ги спомнав да биде наменет за парк, другата за објекти од јавен интерес. Во моментот веќе е почната процедурата за донесување на нов генерален урбанистички план, каде се обезбедени и финансии и одлуките се донесени за започнување на таква иницијатива. Во рамките на иницијативата за нов ГУП на град Тетово ќе се определат една од овие локации со намена јавни институции, другата парк и зелени површини. Тоа ќе произлезе од дебатата во рамките на новиот ГУП, затоа што двете локации се со друга намена и да сакаме денеска да направиме парк или вакви јавни институции не можеме затоа што се со друга намена по ГУП. Значи треба прво да се измени ГУПот и после да одиме со идејата што нели ќе биде. Кога се планира ГУПот да се... Веќе е почната процедурата, според договорот во рок од една година треба да имаме првата драфт верзија на нели на решението. Първо монополи. Трегими монополите што пак докшто thon tregimi i dhimbshëm për Tetovën dhe tetovarët se ajo që u tentua të prezantohet në opinion publik. Në Tetovë, si rasti monopolit, kanë qenë disa hapësira publike, siç është rasti i Teteksit, siç është rasti i Shikjellakut, siç është rasti i monopolit, siç është rasti i Interprometit. Në fakt, ku këto hapësira publike në bazë të vendimeve të qeverisë për privatizim janë shitur me çmime, do të kisha thënë, simbolike në krahasim me atë që është çmimi i tregut. Pra, unë këtu i kam siguruar gjitha vendimet e privatizimit të këtyre qindra hektarëve tokë në qytetin tonë, ku veçmë një pjesë e madhe tyre po transferohen në hapësira për banim kolektiv. Dhe në kuadër të kësaj, kur gjithë ky proces është realizuar përmes privatizimit, një pjesë që nuk është realizuar me privatizim ka mbetur me riformësim të pronës, që është obligim ligjor, gjithashtu në bazë të rregullores të miratuar shumë më herët nga qeverit paraprake, ku është e përcaktuar që riformësimi i parcelës bëhet me çmime në bazë të kësaj çmimorje. Pra, ka qenë një proces i përcaktuar shumë më herët dhe për të cilin komunet e Tetovës nuk ka pasur mundësi të veprojnë ndryshe. Fatmirësisht u hap më herët edhe debati për Shikjellaku. Aty ku ne kemi pasur mundësi për ta ndalur procesin e uzurpimit të hapësirës publike kemi ndalur. Dhe dini që tek Shikjellaku në momentin e ardhjes tonë e pezulluan planin edhe e kemi rikthi procesin që nga fillimi. Pse? Sepse në dallim nga monopoli, në Shikjellak pjesa dominante e pronës mbetet pronë shtetërore. Nga gjithë dikun 3 hektar atje, mbi 3 hektar tokë, vetëm 6.000 metra janë të privatizuara. Pjesa tjetër është shtetërore dhe veçmo kemi nis procesin o do të ndërtohet park ose do të ndërtohen institucione me interes publik. Në tek monopoli ka ngelur vetëm ajo 6.000 metra e cila ka qenë obligim ligjor në bazë të kërkesës dhe iniciativës që të formësohet parcela ashtu siç ka qenë destinimi dhe çmimi në bazë të rregullores. Pra, procesi në këtë rast ka qenë i paracaktuar shumë më herë dhe ne nuk kemi pasur mundësi veprimi ndryshe. Tash unë kam këtu vendimin e privatizimit, do të thonë privatizimi është realizuar në vitin 2014. Komplet, po. Vendimi është 2014. Po, që këtu është. Më thonë në 2014. Edhe tash edhe këto është indikative, për mua shumë indikative, që një proces ka që i rëndësishëm i shitjes së pronës shtetërore të realizohet nga një
udhëheqjes i njësisë rajonale për këtë rast çështje pronësori juridike. Më thonë, në shkrimi këto është i një udhëheqësi të njësisë rajonale të më thonë drejtorisë për çështje pronësori juridike. Më thonë, kuadër të Ministrisë Financave. Më thonë, po fatkeqësisht këto kanë qenë procese të cilat ka nisur shumë them më herët, është kuadër të procesit më herët edhe të privatizimit të pronës, edhe të ndarjes aksioneve për menaxhmentin e gjithë pronave publike. Po them edhe një herë, po të kisha pasur mundësinë më të vogël ta ndalja këtë proces, do ta kisha ndalur ashtu siç e kam ndalur te Shikjellaku, edhe po edhe në disa raste tjera. Një çështje kryesore këtu te monopolli është se këshilltarët komunal pse lejuan që tokën për rreth ta shndrojnë tokë për banim. Do të thënë në këtë mënyrë është mundësuar që blehet ajo me çmim të tillë. Do të thënë këshilltarët të vendimit kanë punë nga vjeshta e vitit kaluar, nëse nuk gaboj me. Jo, kështu. Tash janë dy procese paralele. Fillimisht ka nisur procesi i formësimit të tokës në bazë të destinimit paraprakje ka pasur industri. Dhe procesi tjetër ka qenë procesi i miratimit të planit për ridestinim të asaj prone. Pra janë dy procese paralele të cilat përsërit po them janë procese që janë e drejtë e çdo qytetari, nuk janë procese që ne mund t'i ndalim. Këtë rast edhe po të mos i zhbori destinimi në banim, nuk mund të ndalnim në procesin e parë i cili vetëm është orientuar në bazë të privatizimit ku pjesa dominante e pronës ka qenë vetëm private, në bazë të privatizimit. Pra ridestinimi dhe privatizimi janë dy procese që janë ndarës. A na kërkohet kështu po vëzdon ai super potrash Znači, što se odnesува до ситуацијата за монопол, да објаснам дека процесот за жал е почнат многу порано. Значи, со едно решение за приватизација на тоа земјиште од 2014 година, веќе доминантниот дел од парцелата е приватизирано со цена исто така многу ефтина во споредба со пазарната. Од моментот кога веќе доминантен собственик е приватниот, почнал процес на дооформување на останатата парцела, кој Тетовот табак било тогаш, фирмата. И од моментот кога веќе доминантен собственик станува приватниот, по закон аплицира за дооформување на парцелата поради функционалност и исто така, значи цената за купување на земјиште се определува од владата според намените на користење на земјиштето. Значи тука во ситуацијата нема многу простор за маневрирање локалната власт. Во споредба со Шикјелак, каде доминантен собственик е државата и каде од околу 3 хектари земјиште само 6.000 и 7.000 се приватизирани, значи таму имаме ние како општина заедно со владата можност да располагаме и да одлучуваме што ќе биде со тоа земјиште и разговараме порано и објаснив дека таму има две можности, дали да бидат јавни институции или парк. Значи, таму кај што ние сме можеле да го спречиме, да го прекинеме процесот, сме го прекинале. Каде што веќе завршен е процесот, ни останувало ние да го довршиме, таму не сме имале можност и уште една, значи, за жал е тоа што е, но за жал исто така ние не сме имале можност да постапиме поинаку, а да сме имале можност сигурно дека би постапиле. Исто го објасним, значи со едно решение, и тоа е индикативно, толку голем процес за толку важни, нели, имоти на градот, на државата, да одлучува еден шеф на регионално одделение на имотно-правни, нели, управата за имотно-правни работи, за мене не е логички. Значи, овде е подпишан во решението шефот на регионалната, нели, канцеларија на имотно-правни работи при Министерство за финансии. Kryetar, çfarë më do të celullit i publikuar në kohën e komunës? Jemi në fund muajit të tretë, ndërsa çfarë prisni? Se ka disa gjëra se prisni kanë ndërtesa të paguajnë komunalijet. Po.
Unë sqarova edhe takimin paraprak se duhet të realizon disa procese për të publikuar borxhin e komunës. Sot jemi gati dhe I kemi ato informata dhe për informimin tuaj unë mund të sqaroj që edhe këtu me angazhimin ton më shumë se 3 vjeçar kemi arritur që borxhin e komunës Tetovës tash si komunë me gjitha institucionet kuadër të komunës Tetovës ta ulim për 9 milion euro. Pra nga 24 milion sa identifikuam nga momenti I ardhjes tonë në kryet komunës, tani për momentin borxhi I komunës bashkë me institucionet tjera, shkollat, çerdhet dhe ndërmarrjet komunale është 15 milion e 310.000 euro. Sa është I komunës, sa janë shkollave, sa është në PGE? Do me thonë, shkollat fillore janë dikun 6.875 euro, flas në euro gjitha, shkollat e mesme janë 28.258, ndërmarrjet publike, Shari ka 375.732.000 euro, Tetova Transport ka 99.724.000 euro, ndërmarrje komunale publike ka 6.5.560 euro, parkingu ka 110.718.000 euro dhe totali ndërmarrjeve pra është 6.591.734 euro dhe komuna ka 8.558.551 euro. Jo, aty janë aktivitete të përditshme, do thonë, nuk janë si vind hyrat edhe nuk mund të jetë në zero, sepse ka faktura, ka proces të pagesave të aty në faktura. A ka marrë në një pronë tani me qira në parkingu dhe sa pa u qiraja? Parkingu me qira? Pronë të apo stacion parkingu? Jo, nuk o me qira, jo pronë është e komunës. Pronë e komunës, e kemi marrë, e kemi kthyer edhe një pronë të komunës që ka qenë uzurpuar. Po. Po, u dash tjetë, komandanti që është, është dash tjetë. Po, është dash tjetë. Tash policët janë në teren, inspektorët janë në teren, kam qenë komunikim edhe me kryeshefin, ka pas raste kur vetë kryeshefi ka dalë, ka marrë mas edhe ndaj policëve, por është një situatë cilën duhet ta luftojmë përditshmëritë. Është atë që e premtoi ministri është realizuar. Ka dalë në teren, është luftë e përditshme me qytetarët e pandërgjegjshëm. Te projektet e qeverisë që fitoi Komuna e Tetovës, 3 projektet, janë publikuar shpallet, janë shkuar kontratat, mirë po nuk ka filluar ndërtimin e terenit dhe nuk janë të rregullta me qeverisën e saj. Ku do fillojnë këto edhe a prisim që fillojnë para zgjedhjeve ose Këto, më thonë, 3 projekte që ishin paraprakisht, për di projekte janë mbaru, njëri është në përfundim për ndërtimin e shkollës tekstile, presim nga BNA-ja që të shqyrtoj procedurat të cilat janë, me që është edhe si është vlera mbi 60 milion denar, ato shkojnë në kontrol më detajuar. Punimet, njëri projekt bisedohet për ujësjellësin të Toflises, ku sa të përmisohen kushtet, ajo besoj që do të filloj, janë të bëjë dhe pregaditjet, sa kam informacione për fillimin e punës. Pjesa tjetër njëjtë është në lagjen jashtë Vardarit, edhe ati besoj që së shpejti duhet fillojnë me punim. A ka një fatë kur pritet të fundojnë këto projekte? Kënë ato të përcaktuar me kontratë. Janë të caktuar, janë afate fikse, cilët besoj që do të përmbahemi dhe punime do të fillojnë mbrenda muajit prill, besoj që do jenë gati. Fatkeqësisht të shkolla do ketë një vonesë për shkak të procedurave, domethënë ka pas një procedurë nëpërmes biros të verifikimit të asaj.
Nëse do të mbyllet ajo më shpejt, kemi qenë të gatshëm që të nisim më shpejt, për shkak se bëhet fjalë për lokacion që mund të nisin më shpejt punët. Se përket ujësjellësit është terren malor dhe duhet përmirëson kushtet atmosferike që të nisin. Po intenca jonë është që sa më shpejt nisim me këto projekte, sepse ndërkohësh është procesi i aplikimit për projektet e vitit 2025 dhe do të ketë shumë aktivitete ndërtimore dhe do të duhet të bëjmë një organizim të mirë që gjithë ato të realizohen brenda vitit 2025 dhe qëllimi jonë që jo vetëm të 2024, por edhe projektet e vitit 2025 të realizojnë brenda vitit 2025. Se gjithë ishte publiku 360 se në mësën komuna nuk i ka tërheqen dhe njëtë, i ka tërheqen njëtë? Njëtë tërheqen bas, kur realizohen punët, tërzohen situacionet, fakturat, çfarë do të jenë ato, pas të asaj tërhiqen. Procesi është vendimi qeverisë, kontrata, hapje llogarisë. Nisja e projekt e punëve dhe si dorëzohen situacionet në komunë, i dorëzojmë në ministrinë ad përkatëse dhe ministria do të ketë edhe gjithashtu edhe një mbikëqyrës shtesë, e konfirmon dhe lëshohen mjetet në atë llogari, pjesë e llogarisë lëshohen komitet, lëshohen kompanisë. Pagesa bëhet pasi mbaron projekti. Pagesa pagohet me fazë ashtu si realizohet projekti. Si e pagojmë edhe ne në komunë, po këtë rast nuk lëshohen në komunë mjetet, po ne në bazë të hapjes llogarisë vetëm llogaritim se i kemi në dispozicion ato mjete. Kur të nis realizimi në bazë të situacioneve që dorëzon realizuesi i punimeve, e dorëzoi ministri, konfirmohet dhe lëshohen mjetet deri te realizuesi. Edhe mbikëqyrjen e bëjmë ne, qeveria bën pagesën. Janë shove shtash, janë fazën e koordinimit. A të dini interes keni të bashkë inspektojmë se si është ndërë dhe si është. Okej, po. Ku a Muhameri? Po, Lulëzish. Brenda javës tjetër një informat kur dalim bashkë bëjmë pranim dorëzimin edhe shimin për dorim. Jo, në këtë fazë projekti është i bulevardit, aty mbaron bulevardi, nga aty do vazhdojnë dy krah të rrugës, njëri do të vazhdojë deri te në Poroj, domethënë ku përmendet deri tek Studiesa, dhe tjetri do të lidhet me qarkorin që është në ndërtim e sipër dikund në pjesën e Treboshit aty në edukacion. Informacion se do të nisë, nëse kujtohet po, apo dhe gohet këtu ka qenë 15. Cila? Është se kur do filloj qarkori. Qarkori informatat janë që qeveria Diose Pardje ka miratuar edhe vendimin e dytë edhe fazën e dytë të realizimit aty në punimeve, planin e ndërmarrjes shtetërore, punimet unë sa diati vazhdojnë me intensitet të shtuar, të shafatë nuk i di se është projekt i ndërmarrjes shtetërore për rrugë. Po informatën që e kam është këto ditë qeveria veç e ka miratuar edhe planin financimit të fazës së dytë të realizimit asaj qarkori. Në fillim të mandatit kemi prezentuar se një të trashën të bërin rrugë. Po, aty është drejtori i Sharit. Më thonë aty vesh mekanis, makinerit janë në teren, janë duke punuar edhe njëherë aty e përsëris që fatkeqësisht për shkak të qasjes paraprake për keqpërdorim të këtyre situatave, situata në teren është më keq se kemi prit. Pra, ai ka paralajmëruar atëherë realizuesi se disa shakte, disa ventil janë vjedhur, në fakt asgjë nuk ka. Do thonë gjitha pikat e lidhjes, do thonë ku duhet puset apo shakte edhe ku duhet të ketë ventil, do thonë nuk ekzistojnë dhe vetëm makinerit janë në terren dhe po punojnë dhe unë besoj që shpejt do ecin punët. Do të kese uj deri në përfundim të mandatit. Shumë më shpejt se në përfundim mandatit. Imate li informacija koliko disko klubovi, koliko kabareja i te drugi slični objekti ima uopšte na teto registrirani, koliko ima neregistrirani?
Da li izvršen neke... Ušte nemam informacije od inspekcijskog nadzor, do utre treba da me dostavati izveštaj, no spored toga što ga znam kao građanin, во Тетово нема регистрирана дискотека. Имам информација дека една таква локација, кај познатата локација кај Еколог, се користела како дискотека, но немала лиценца и таму е дадено налог да се има зголемена контрола и внимание да не се организираат такви организирани настани како што имало порано, затоа што според информациите кои ги имам, тоа место не ги исполнува ни минималните услови за толку голем број на луѓе да се соберат. Имаше еднаш проблем таму на Да. Дискотека тетра ни граднева што би уми. Конкретно, Тетово Бебениц, тој е катар дискотека, што функционира. Баз, Edhe për gjash nuk ishte informacion në bazë e ministrisë. nuk kam unë informata, përket pjesë inspektorati kur dale nuk kam, se nuk është një ingerencë e pushtetit lokal, me dhe thatë inspektorati ka dalë në teren dhe do i kemi gjitha informatat. Për momentin nuk kam informata. Një puštite da informacije koje će dobijete? Utre od ponedelnik, znači izveštajat od kontrolata će bide dostaven do medijuma. Kada kreće politika da ibe? Jashtë. Jashtë.